Nelson Hysa! Kritiku prestigios, kritikën shumë të rëndësishëm për sportistët, për sportin e poshtë, organizatorët dhe sportistit dhe të gjithë mbështetësit e skuadrës shqiptare. I know for sure you will remember his name because this is your first loss. Yes. Thank you, Albania. Thank you all. Because you've done much. I'm sorry. Maybe I need to do more, but it's better. Përshëndetje gjithë faleminderit. Unë bëra më të mirë, por sigurisht në soni bëj më shumë se sa mua. Shumë faleminderit Nandi. E zonë kanë thënë ti do ta bash me të emër se është i pari që shkakoi humbjen tënde të parë në karrierën si profesionist. Nelson Hysa kishte 14 vjeç, ke shkelur palestrën e vllaznisë. Ishte vetëm 14 vjeç që ishte në Shkodër. Ke shkelur palestrën, ke parë bazën, ke parë zetin, ke vënë dorezat. Dhe unë e di shumë mirë që një njeri preza thotë unë mund t'jem më i mirë, a e ke mendu këtë ditë apo jo, po të qoj shumë vite për parë. Ka parë për nama, shumë faleminderit që i në një videoarë, për arajnë në bojnë. Në fillaj, faleminderit për stafit të, gjithë që janë që se ta gjarë, që e dhe dhe se për e bashkë. Për gjithë njërë që janë tu, një më veçanë për promotorin e këti eventi. Zot i Ilir Brejës, si që po të gjarë për Shqipëri, Vigo të observatorën Kjermi, i papasit dhe një baba i posë shqiptar, dërsa përsa për anë, dhe si folë të gjaro, një të shëllit në të, shu që faleminderit zot i si jetë, dhe këto shpesë të shumë më lartë. Miqtë të dashur, Nelson Hysa është imam se që të brezët nuk i lidhën, është shumë imam. Nelson, a ishte kjo ndeshja më rëndësishme e karrierës dhe shkot të pyes se ku do të shkosh, ti e ke fokusin tënd. Ti do mbajë më të lartë botës ta. Ishte të marrë një më një, dhe vërtetën doshë rezultativë dhe publiku vetë doshë me në tau, këndështarit modi se nuk i përqitë, po si tonë nuk është nivelli tonë, kudere, urej gjithë njët këndështarit, e falenderoj që e erdhi me marrë këtë sfidë vështirë, shumë nuk përnër në marrë sfidë e Nelsoni, i do është dhe përparë të shumë për t'i këtë rojë.